Të moshuarit e qendrës Besa në Barbullush të Bashkisë Vauides do të kenë së shpejti një mjedis bashkëkohor dhe dinjitoz jetese. Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë Vauides do të kryejnë këtë investim domosdoshëm për të kthyer në parametra optimal këtë qendër. Kryetarët Edmondo dhe Kristian Shkreli me stafet e tyre pan nga afër gjendjen e këtij institucioni ku u njohën me problematikat që ka sa i përket lëgështirës dhe ofrimit të shërbimeve. Ky është një investim i cili ndikon drejt në pjesën jetësore, në rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të kësaj qendre, ku është një investim jo thjesht në një godinë rezidenciale, por është një investim në dinjitetin dhe respektin që secili prej nesh duhet të kemi ndaj moshës së tretë e kryesisht gjyqeve tanë. Ky është një shërbim me infrastrukturë, ndërsa atje kemi kryer disa shërbime për sa i përket personelit dhe infrastrukturës materiale. Bashkëpunimi ndërinstitucional do vazhdojë edhe për qendrat e tjera rezidenciale, jo vetëm me Bashkinë e Vauidesit, por edhe me bashkitë e tjera të Qarkut të Shkodër. Duhet falenderoj kryetarin e Qarkut për bashkëpunimin. Ky nuk është bashkëpunimi vetëm që kena bë me kryetarin e Qarkut, kemi bërë disa investime tjera. Faktikisht Azilia ka pas shumë të nevojshme rekonstruksionin, sepse është në një gjendje jo të mirë dhe duhet falenderoj për bashkëpunimin dhe përgatitshmërinë të cilin ne kemi pas gjithmonë me kryetarin e Qarkut. Dhe shpresojmë që t'ja lehtësojmë jetën sa më shumë gjysheve që kemi në këtë azil. Punimet pritet të përmbyllen brenda pak muajsh dhe kjo shtëpi të moshuarisht të kthehet një qendër model për trajtimin e moshës së tretë, ku aktualisht marrin shërbim 20 persona.